Jeni gati për këto apo jo? Tani, të zgjedhjet lokale u kërku një eksperiment nga aleat, nga partitë opozitare që të nxjerrim kandidat që nuk kanë lidhje me Partinë Demokratike. Patjetër, ju alam këtë eksperiment të bëhet, por besoj se ai eksperiment dështoi. Kështu që tani edhe partitë opozitare, nëse do duan të rrëzojnë Edi Ramën, duhet të bashkohen në një front me Partinë Demokratike. Nuk ka shpikje këtu nga iqise. Të krijojmë ne mekanizma të cilat do dështojnë. Ne jemi partia me madhe opozitare, ne jemi shpresa në numra për të rrëzuar Edi Ramën, gjithë partitë e tjera opozitare janë shtesa, votash që duhet i sjellim në një kosh për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe për këtë duhet bëjmë një reformë elektorale që e rikthen koalicionin parazgjedhor. Mbas e riktheni me dialog, mbas të riktheni vagonët që zoti Rama i zmbrapsi, pra i largoi disa vite më parë me kur në fakt parlamenti ishte bosh. Megjithatë, Besart, kur ne bëm bojkotin, po. Po, duke qenë rishtas në parlament, të të bëj një pyetje që realisht dua mendimin e një demokrati të ri, le të themi, sepse pavarësisht eksperiencës që ke dhe viteve që je aderuar brenda Partisë Demokratike, por tashmë ndoshta nga parlamenti është pak më ndryshe. Partinë Demokratike her pas here ka ndopsuar më shumë nga brenda saj, drejtuesit e saj, liderët e saj, apo e ka ndopsuar partia kundërshtare, themi Partia Socialiste në këtë rast, nuk është se ka pasur ndonjë kundërshtar tjetër. Partia Demokratike gjithmonë është dobësuar nga sulmet jashtme. Pra, e para ishte sulmi që opozita e gjatur. E dyta, patjetër, kanë qenë gabimet e Partisë Demokratike që ka bërë bojkotin e zgjedhjeve lokale, që është një pjesë e konsiderueshme e një pushteti lokal që partitë marrin frymë, se në mënyrë që të kenë si tush bastionet e tyre në mënyrë për të luftuar më pas për pushtetin e përgjithshëm. Ishte sulmi që ndodhi në 2021 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administratës së asaj kohe, pra zotit Blinken, i cili e solli një përçarje në Partinë Demokratike, dhe patjetër janë sulmet e ditë pas dite të vetë partisë shtet, që mundohet të joshi dhe të dobësoj gjithë strukturat e Partisë Demokratike. Pra, këto janë 4 risje, 4 sulmet që Partia Demokratike ka pasur. Pastaj, për strukturat që Partia Demokratike ka sot, dhe për ekipin që ka dhe ata që janë në Partinë Demokratike, jam i bindur që janë idealist të pastër që as nuk shiten, as nuk blien, as nuk punojnë për të përçarë Partinë Demokratike nga brenda dhe as nuk i shërbejnë as një lloj agjende të jashtme. Janë njerëz që janë betuar për të qenë qendrëstar dhe misionar për ta rrëzuar këtë qeveri dhe besoj që do jemi shumë afër ditës që do e rrëzojmë këtë qeveri. E qartë. Mirë, edhe një pyetje të fundit, nëse do të bëhen zgjedhjet brenda Partisë Demokratike në një kohë të afërt, kush mendon që duhet fitojë dhe pse? Nëse do të ketë zgjedhje për kryetar të ri, nëse gjithmonë do të bëhet ajo analiza fundore që presim për 11 majin, pra një gara, mund të ketë emra të rinj që mund të garojnë? Patjetër, kushdo është i mirë se ardhur të garoj, pra, por duhet të kenë guximin dhe duhet të kenë normalisht muskujt politik për ta çuar atë garë sa më larg, pra, edhe për ta fituar. Por emër nuk mund t'i jap sepse atë emër e din vetëm antarët e Partisë Demokratike. Pra, ne kemi një sistem ku një antar një vot dhe vetëm antarët e Partisë Demokratike e nxjerrin këtë emër. Pastaj dëshira ime patjetër është sa më shumë figura potenciale të ngrihen dhe t'i afrohen politik bërjes së madhe dhe të sjellin frymë dhe mesazhe të reja në politikën shqiptare. Por kjo do jetë përsëri nën filtrin e votës së antarësisë Partisë Demokratike. E qartë, dhe pyetja e fundit për ta përmbyllur, nuk di nëse ka ndonjë të re lidhur me analizën, do kemi ndonjë raport, do kemi ndonjë mbledhje të Këshillit Kombëtar, ndonjë kuvend, çfarë na pret politikisht nga PD-ja? Po. Ne kemi me vendim kryesisë do shkojmë në bazë. Pra, analiza do bëhet në bazë, deg për deg, grup seksion për grup seksion dhe seksion për seksion. Në degët që nuk ka vakanca, analiza ka nisur dhe do besoj brenda një muaj mbyllet. Okej, pra brenda këtij viti në dhjetor, po. Po, kurse degët që ka vakanca do bëhen një plotësimi atyre vakancave dhe pastaj analiza, sepse analiza duhet bërë me një kryetar në detyrë. Pra, me një kryetar të zgjedhur me votë. Pra, jo me një kryetar të komanduar gjatë fushatës.
Normalisht edhe përgjegjësia do jetë më e plot pastaj kur është i emëruar. Mirë, falenderoj shumë Besar që ishe